Jeni me emisionin Betimi për drejtësi. Sot do të flasim për sfidat e Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës. Do të flasim për ngarkesën me lëndë, për numrin e gjyqtarëve, por edhe trajtimin e çështjeve në punë. Për diskutuar për gjitha këto, do të zhvillojmë një intervistë me kryetarin e Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, zotin Feyzullah Rexhepi. Zoti Rexhepi, mirë se erdhët. Mirësevgjatëm, faleminderit. Kryetar, si e vlerësoni gjendjen aktuale të gjykatës që drejtoni në aspektin e ngarkesës me lëndë dhe punës në përgjithësi? Realisht, mund të thonë që Gjykata Supreme është mirë në trajtimin e lëndëve, ka ngarkesë, nuk mund të thonë që s'ka ngarkesë me lëndë, mirë po trajtimi i tyre bëhet brenda një afatit të arsyeshëm, kështu që mund të thonë që në këtë aspekt nuk kemi problematike të theksuara. Gjatë vitit kalon, gjithsej kemi pas në punë dikon 2723 lëndë, prej tyre janë përfundu 2209 lëndë, ndërsa kanë mbetë për periudhën raportuese dikon viti për këtë vit 544 lëndë, që nuk kupton që nuk është një numër i madh i lëndëve në punë dhe gjitha mund trajtohen me një afat të arsyeshëm. Realisht, ne jemi në kapacitetin e plot gjyqtarëve, do të thotë kemi gjitha vendet e plotësuara, s'kemi pas problematik me mungesë gjyqtarëve, që e ka bërë Gjykatën Supreme, ndoshta të veprojnë komoditetin e saj të punës në këtë aspekt. Kryetar, raportet e Institutit Kosovës për drejtësi vazhdimisht evidentojnë vonesa në trajtimin e lëndëve dhe te kalim të afateve të arsyeshme në përgjithësi në sistemin gjyqësor të Kosovës. A është ky problem në Gjykatën Supreme të Kosovës? Unë veç e theksova që në Gjykatën Supreme se kemi këtë problem. Momentin që çështjet vinë në Gjykatë Supreme, mund me thonë që 2-3 muaj është mesatarja e trajtimit lëndëve, ndoshta ka lëndë që trajtohet edhe më shpejt, po kjo është thotë mesatarja. Mund ndodhë që ndonjë lëndë këtë vonesa dhe më të madhe, po zakonisht kjo është brenda këtyre afateve vendose. Në cilat fusha ka progres dhe në cilat fusha ka regres nëse ka? Nuk mund të me thonë që ka regres në ndonjë fushë, realisht ndoshta ka rritjet numrit lëndëve në çështjet administrative edhe në çështjet civile, janë dy lami që ndoshta kanë në rritjet të numrit lëndëve edhe të çështjeve, po nuk mundemi me thonë që ka regres, sepse në gjitha lëmit po trajtohen çështjet në mënyrën më të mirë të mundshme dhe brenda afateve të arsyeshme ligjore. Kur flasim për kapacitetet e gjyqtarëve, po thoni që nuk ka pasur mungesa, po a ka nevojë që në ndonjërin prej fushave të shtohet numri në mënyrë që të ketë efikasitet edhe më të madh? Po brenda numrit gjyqtarëve ne kemi bërë lëvizje, do të thotë deri tash kanë qenë 2 gjyqtarë që kanë punuar në çështje administrative, ndërsa nga viti 2025 kemi angazhuar 3 gjyqtarë në lëmin administrative me qëllim që t'i përgjigjemi rritjes numrit lëndëve në këto çështje. Po besoj që numri aktual i gjyqtarëve është i mjaftueshëm për me i trajtu lëndët që vinë brenda Gjykatës Supreme. Unë po shpresoj që nëse kalon kodi i procedurës civile, do të kemi uljet numrit lëndëve në lëmin civile, për shkak se pritet që të ketë kushte të reja për me ushtru mjetet e jashtëzakonshme në çështjet civile, kështu që po besoj që ka me pas rënje të numrit në çështjet civile. Cili është raporti i gjykatës që ju e drejtoni me publikun, në përgjithësi me mediat, me shoqërinë civile, pra ku qëndron Gjykata Supreme në raport me transparencën, në raport me publikun? Realisht Gjykata Supreme është mundu që të jetë transparent në kuptimin që çdo informatë vlefshme ta ndajmë me publikun. Këtë e kemi bërë në vazhdimsi përmes komunikatave që kemi bërë në webfaqen e gjykatës edhe në faqen e Facebookut të gjykatës, në atë mënyrë që qytetarët janë të informuar me çdo aktivitet të Gjykatës Supreme. Po ashtu gjitha vendimet e Gjykatës Supreme publikohen në webfaqe, që në kupton që secili prej qytetarëve mund të ketë qasje në secilin prej vendimeve të Gjykatës Supreme.
Po ashtu kemi pas qasje proaktive në kuptimin që çdo pyetje që kemi pas nga mediat, çdo kërkesë për qasje në dokumente publike ju kemi përgjigjur. Për jashtim, ndoshta në një rast që nuk janë plotësuar kushtet, janë pak duket 4 raste që nuk i kemi përgjigjur. Po flasim tani për disa prej natyrave të lëndëve që janë më specifike dhe që kanë interes publiku për to. Sa lëndë janë të korrupsionit dhe të krimit organizuar në Gjykatën Supreme dhe a trajtohen ato me prioritet? Në Gjykatë Supreme fatmirësisht e ke mundësinë me trajtu të gjitha lëndët me prioritet, sepse s'ka vonesa. Momentalisht janë dikon 7 lëndë punë që kanë bëjnë me korrupsionin, edhe një është e krimit organizuar, që do të thotë është një numër jashtëzakonisht i vogël i këtyre lëndëve, edhe besoj që asnjëna prej këtyre s'ka me prit gjatë në Gjykatën Supreme. Sa herë flitet për lëndët e korrupsionit, gjithmonë flitet për lëndë që janë më të komplikuara dhe lëndë me të cilat po sfidohen si prokurorët, si gjyqtarët për t'i trajtuar. Prokurorët për t'i bërë hetimet si duhet, ndërsa gjyqtarët për t'i gjykuar ato si duhet, sepse në shumë raste po ndodhet që këto raste po dështojnë, por edhe kur ka eventualisht vërtetim të fajësisë, dënimet që shqiptohen nuk janë dënime që po konsiderohen si adekuate që e arrin qëllimin e dënimit. Në qoftë se themi lëndë vështira, nuk di sa mundi me më pajtu. Lëndë e korrupsionit dhe lëndë e krimit organizuar dhe për nga natyra gjithmonë ka një peshë ma të rëndë dhe ka një publicitet ma të madh në media dhe interesi i publikut është shumë më i madh. Megjithatë, në aspektin e gjykimit, unë vlerësoj që lëndë vështira apo të lehta janë lëndë që provohen edhe lëndë që s'provohen. Lëndë që kanë provat mjaftueshme edhe është kryer procedura e hetimit ashtu siç duhet, mendoj që gjithmonë janë të lehta për t'i gjykuar. Ndërsa lëndët kur ka mungesë të hetimeve si duhet, ka mungesë të provave, të provuarit, ato gjithmonë bëhen vështira për me gjyku. Sa i përket aspektit të çështjes së dënimeve, jo vetëm në çështjet e korrupsionit dhe krimit organizuar, po unë personalisht endoj mendimin që duhet ende të bëjmë shumë në këtë aspekt, sepse dënimet janë tulta. Ne kemi nxjerrë uzusin për motin e dënimit, që me një farë mënyrë kemi deshifruar për çdo vepër, për çdo kapitull të kodit penal, se çka duhet merret me rastin e shqiptimit dënimeve. Normal që për secilën vepër, për secilën gjyqtarët e kanë mundësinë që mbrana jurisdiksionit tyre të shqiptojnë dënimet, mirë po ne jemi munduar që me një farë mënyrë të deshifrojmë çka duhet merret parasysh, cilat të rrethona rënduese, cilat lehtësuese për secilën vepër, edhe për me një farë mënyrë jemi mundu ta lehtësojmë punën e gjyqtarëve. Megjithatë, ky uzus nuk ka gjetë zbatimin që na kishim dashur me gjetë. Unë besoj që në të ardhmen ka me ndryshu kjo qasje. Ne kemi një numër mjaft madh gjyqtarëve të ri që po hyjnë në sistem dhe mendoj që ka me ndryshu edhe fryma e të gjykuarit edhe fryma e sanksioneve në procedurat penale. Instituti i Kosovës për Drejtësi ka ngritë shqetësime në lidhje me cilësinë e arsyetimit të vendimeve gjyqësore në disa raste. Pra, në përgjithësi edhe diskutimet që i kemi me gjyqtarë dhe individualisht edhe me prokuror kanë thjesht kritika për sa i përket arsyetimit të vendimeve. Si e vlerësoni këtë kritikë dhe çfarë është duke u bërë që kjo të përmirësohet, pra që vendimet gjyqësore të jenë sa më mirë të arsyetuara? Realisht në emër të sistemit kemi qenë vetë kritik sa i përket arsyetimit të vendimeve. Kemi trajtuar këtë çështje në vazhdimsi dhe në kolegjiumet që kemi pas mbrana gjykatave, kemi trajtu këtë edhe gjatë vizitave që kemi pas nëpër gjykata, edhe gjatë punëtorive që i kemi mbajt edhe me gjykatën e apelit edhe me gjykata themelore. Ne do të vazhdojmë që këtë çështje ta ngrisim edhe ta diskutojmë me secilin prej gjyqtarëve, përveç me vendimarrjet e Gjykatës Supreme, po mundohet vazhdimisht që
Këtë çështje ta trajtoj në çdo rast kur e kemi mundësinë me bashkëbisedu dhe me diskutu me gjyqtarët, qoftë apelit, qoftë gjykata themelore. Kryetar, cilat janë 3 problemet kryesore, strukturore, me të cilat përballet Gjykata Supreme sot? Po, nuk muj me thonë që realisht kemi probleme strukturore në Gjykatë Supreme. Në Gjykatë Supreme ndoshta kemi pas mungesë stafit, në kuptimin angazhimit stafit mbështetës, veçanërisht bashkëpunëtor profesional. Tash të veç është një konkurs i hapur që besoj që ka mu plotësu shpejt ato vende. Dihet që me ligjin mbi gjykatat është parapar që secili gjyqtar ta ketë të paktën një bashkëpunëtor profesional. Mungesë buxhetit, kjo dispozitë ligjore nuk ka gjetë asnjëherë zbatim. Do të thotë edhe në Gjykatë Supreme, po në asnjërin nga gjykatat brenda vendit kjo dispozitë ende nuk ka gjetë zbatim plot. Unë po besoj që në një të ardhmë metafort do të mund ta plotësojmë kushtin e kësaj dispozite dhe secili prej gjyqtarëve të ketë paktën një bashkëpunëtor profesional. Po kjo do të ishte një ndimisë e madhe, jashtëzakonisht e madhe për gjyqtarët. Ne po ashtu po mundohemi që puna e Gjykatës Supreme të përveç aspektit vendimarrjes të bëhet edhe përmes publikimit, përmes monitorimit, edhe përmes qasjes sa më të madhe brenda sistemit, në mënyrë që bëhet unifikimi i praktikës. Për këtë qëllim veç është konkursi i hapur për 3 zyrtar që do të themelojmë zyrën për monitorim edhe publikime, zyre që po besoj që ka me pas një input mjaft madh nga Gjykata Supreme në qëllimin e saj në unifikimin e praktikës gjyqësore, qoftë brenda sistemit, po edhe në raport me praktikat e Gjykatës Evropiane e Drejtave Lirimit të Njerëzit. Kryetar, së fundit taksat gjyqësore janë ngritur dhe për këtë ka pasur edhe debat publik. Si e keni vlerësuar këtë hap? Me thonë drejtën, debati është gjithmonë i mirëseardhur. Edhe ku ka debat, ka mundësi për me diskutuar, po nëse ka gabime apo thjesht debati është për të bërë muhabet. Në këtë rast, unë mendoj që taksat kanë qenë jashtëzakonisht ulta. Edhe ka pas një mospërputhje edhe të vetë mënyrës që në bëhet taksimi i qytetarëve. Unë nuk shoh asnjë shqetësim në ngritjen e taksave për faktin që qytetarët që nuk kanë mundësi me pagu lirohen prej taksave. Në këtë kuptim nuk ka vend për shqetësim, do të thotë, sepse taksat kanë qenë aq të ulta që ka qenë jo proporcionale shërbimi me marrjen e pagesa e taksës me marrjen e shërbimit. Kështu që po besoj që s'ka asgjë të keqe në këtë aspekt. Çfarë pritshmërish keni nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës për t'ju ndihmuar në rritjen e efikasitetit në punën e Gjykatës Supreme? Realisht, unë me qenë të kënaqur me mbështetjen që ka pas Këshilli Gjyqësor për Gjykatën Supreme, nuk mund me thonë që nuk kemi gjetur përkraje edhe mbështetje, sepse pothuajse çdo kërkesë brenda mundësive është përkrahur dhe mbështetur. Kjo përveç aspekteve që kanë mund me ndodhur për shkak të vonesave në plotësimin e pozitave, që janë aspekte që shpesh nuk varen edhe prej Këshillit edhe prej atyre që i zhvillojnë. Kryetar, jemi drejt fundit dhe një çështje e fundit për cilën ju kemi pyetur edhe në intervistën që e kemi zhvilluar herën e kaluar. Provimi i jurisprudencës nuk po vazhdon me u mbajt, ndërkohë që ka pas një reagim publik të Institutit Kosovës për Drejtësi që Ministria e Drejtësisë po e shkel ligjin sepse nuk po i përmbahet detyrimeve ligjore për ta organizuar atë sipas periudhave që parashihen. Ndërkohë që ka pasur edhe një deklarim zyrtar të përfaqësuesve të Ministrisë së Drejtësisë, të cilët thonë që kanë pas shumë ankesa në punën e komisionit, që ka pasur një jo kompetencë, ka pasur edhe pakënaqësi të tjera në mënyrën se si është zhvilluar një herë mbajtja e këtij provimi të jurisprudencës. Si i vlerësoni këto
komentime. Realisht është për keqardhje mënyra qysh Ministria e Drejtësisë ka bërë reagimin. Unë personalisht ndjej keqardhje për këtë mënyrë të reagimit, sepse komisioni ka qenë kompetent dhe besoj që e ka bërë punën ashtu siç duhet. Çështja e ankesave është çështje që ekziston gjithmonë. Njerëzit që i nënshtrojnë provimit dhe nuk e kalojnë atë, gjithmonë mendojnë që kanë pas drejt dhe po kjo çështje nuk është çështje e vlerësimit tyre, sepse është komisioni që e vlerëson. Nëse megjithatë unë mendoj që komisioni ka përdorur kriteret njëjta për të gjithë dhe kjo është ajo që e bën kompetent. Do të thotë nuk ka diçka që dikujt ju ka bërë pa drejt në kuptimin e meritokracisë. Secili prej tyre është trajtuar në mënyrë të barabartë. Çështja e ankesave është gjithmonë evidente, sepse ata që skalojnë gjithmonë kanë mundësi me pas ankesa dhe me pas pakënaqësi, po kjo nuk duhet me qenë arsye që Ministria e Drejtësisë as mos me mbajt provimin, po edhe me reagu në mënyrë tillë, sepse nuk janë ankesat bazë për me mbajt ose mos me mbajt provimin. Qofse komisioni dikush e vlerëson që nuk ka kompetent, atëherë duhet shkarkohet, po jo dilet me reagimin. Qofse është do të denjë që atë fazë që nuk jemi kompetent, duhet merren mosa, jo të bëhet reagime përmes televizionit. Sepse ne nuk e kemi marrë një shqetësim tillë si komision. Ne kemi marrë shqetësim që ka pasur numër të vogël të kalueshmërisë. Në mënyrë jo zyrtare normal, sepse jo zyrtare nuk ka qenë asnjëherë kjo, po jo për çështjeria. Kryetar, faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve, jeni të mirëseardhur. Shikues nderuar, kaq kishim kohë për këtë intervistë me kryetarin e Gjykatës Supreme të Kosovës, zotrin Feyzullah Rexhepi. Gjithë që keni vërejtje apo sugjerime, mos hezitoni të na shkruani në adresën tonë elektronike. Deri në emisionin e radhës nga unë Betim Musliu, mirëmbëjtje.